E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në këtë ditë për të kujtuar dhe për të dhënë vëmendjen tek këngëtari i mirënjohur shqiptar Shpat Kasapi. Humbja e tij në moshë të ershme, vetëm 40 vjeç, na ka shokuar dhe na ka tronditur të gjithëve. Tashmë e konfirmuar edhe nga familjarët e afërt, nga miqtë të afërt të Shpatit, Shpati ka qenë njëri nga banorët të përzgjedhur të kastit të Big Brother VIP Albania 5 këtë vit. Vetëm 2 ditë para se ai të ndronte jetë, ka qenë tek daja i tij në qytetin e Tetovës dhe së bashku duke pirë kafe dhe duke u argëtuar me miqtë të tij. Ky është një informacion nga familjarët e Shpat Kasapit. Shpat Kasapi ka konfirmuar që do të jetë pjesë e kastit të Big Brother VIP Albania 5, ku ka kërkuar edhe mbështetjen e familjarëve dhe të miqve për rrugtimin që Shpati do të bënte në këtë Big Brother. Fati i tij i zi, fati i tij i keq nuk e mundësoi që ne si shqiptar të shikonim diçka pak më shumë nga ana e Shpatit dhe të njiheshim më shumë me shpirtin edhe me zemrën e tij të pastërt. Shpati nëpër të gjitha intervistat, por edhe në bisedat me shoqërinë, ka treguar një dashuri shumë të madhe për Zotin, ka treguar një lidhje shumë të madhe me Zotin dhe një pjesë e shkëputur nga një intervistë ku Shpati thotë të gjitha sfidat që më vinë në jetë, të gjitha mërzitjet që më vinë në jetë, të gjitha streset që më vinë në jetë, unë i kaloj duke biseduar me Zotin, duke i kërkuar ndihmë atij dhe duke i kërkuar që dhimbjen time, stresin tim, mërzitjen time momentale ta shndroj në forcë, ta shndroj në buzëqeshje dhe ta shndroj në gëzim. Babai i Roelit, një afërsi shumë e afërt me Roelin, do të njihnim dashurinë për nënën e tij, zonjën Gjylimsere, një afërsi, një zemër që gjithmonë ka qenë e bashkuar, një rrugtim jete që të dy e kanë bërë së bashku, do të thënë kanë rritur njëri tjetrin, do ta thoja, sepse Shpati ka mbetur shumë i vogël pas vdekjes së tatit. Do të shikonim një djalë shumë dimensional, do të njihnim një karakter shumë të bukur. Reagimet kanë ardhur edhe nga Ledion Liço, stafi i produksionit Top Channelit, ish banorët të Big Brotherit, të cilët kanë ngushëlluar familjen Kasapi, por gjithashtu edhe kanë shprehur dhimbjen për mos realizimin e rrugtimit të Shpatit. Ndoshta Shpatin do ta kishim më afër nesh se kurrë. Zoti është ai i cili vendos rrugtimet tona, Zoti është ai i cili vendos ëndrat tona dhe Zoti është ai i cili vendos kur ne do të udhtojmë nga ky univers në universin tjetër. Ne besojmë që shpirti jeton dhe unë e di që Shpati do të jetë një yll i këtij rrugtimit kaq të bukur të Big Brother VIP Albania 5. Edhe një herë shpreh shumë ngushëllime dhe uroj me zemër që kënga e tij të jehojë gjithmonë.